edhe në rastet kur ndosi pas modelit gjerman sërish Merkelit, që ishte pushtetarja më e gjatë në Europë, në 2 mandatet e fundit u deshën koalicione të gjëra për të mbijetuar në pushtet, edhe pse e ngriti ekonominë gjermane, e bëri lokomotivën e Europës. Kështu që të mendoj që do duhet të bëjmë. Ja një sekondë, Kikia, për shkak të problemeve teknike, të japim pak mundësi, zotë Kikia, ta dëgjojmë përgjigjen e tij të fundit. Edhe një herë lutem. Po thoja që situata kërkon patjetër një analizë të thellë dhe nuk duhet të kalohet thjesht me komente tifozësh në studio, por do duhet të analizohet në aspektin politik, në aspektin social, shoqëror, ekonomik, për të kuptuar se çfarë modeli demokracie po krijojmë ne. Pasi partitë, siç e tham, vinë me votë të fortë dhe gërryen dhe dobësohen gjatë rrugës së ushtrimit të pushtetit dhe jo e anasjellta. Nëse do përpiqem shkurtimisht të gjej unë arsyet e kësaj vote, po them që mund t'i përmbledh në 3-4. Një shoqëri në mpakje dhe në plartje. Sa më pak njerëz të jenë, aq më lehtësisht kontrollohen. Tjetra, Partia Socialiste në pushtet kanë ngjizur, kanë mbivendosur qeverinë me partinë dhe prej kohësh qeveria ka punuar për fushatën, ka punuar për partinë. Ai mekanizmi patronazhimit që ne kemi e kemi konstatuar, po e kemi marrë pak si më tepër si ofendim dhe si ngacmim se sa një makineri kaq e frikshme. Çfarë është patronazhimi? Patronazhimi janë njerëz të cilët të mbledhin të dhëna për të tjerët, kuptojnë me kë është ku punon, ku punon njeriu i afër, gruaja, burri, fëmijë, farefisi, çfarë problemi ka, si mund ta tërheqim, si mund ta joshim, si mund ta presionojmë nëse do duhet ta përdorim me presionin e kështu me radhë. Nëse kujtojmë votën e emigrantëve, ndërkohë që opozita ishte ende në luftë me vetvete në përpjekje për të mbledhur coprat e saj pas Big Bangut, Partia Socialiste i kishin ngritur strukturat që filluar të mbledhte çdo zyrtar i administratës duhet të dorëzonte nga 5 emra, ku ka motrën, punatin, baxhenakun, jashtë adresa, numra telefoni. Pra ishte një mekanizëm i tërë që ishte vënë në lëvizje dhe Partia Socialiste e filloi fushatën shumë herët dhe ajo u fut në zgjedhje me një databazë shumë të saktë të njerëzve që gati 100% ishin votues të sigurt. Pra vota nuk ishte spontane. Njerëzit nuk e morën vendimin për të votuar nisur nga programet, nisur nga premtimet, por nga gjitha ajo punë parapërgatitore që ishte bërë. Dhe këtë akses ta jep të qenit në pushtet. Opozita nuk e kishte këtë akses, por nuk ishte as edhe strategjin për të ulur dhe për të punuar në këtë drejtim. Tjetra, mendoj që Partia Demokratike i mëshoi më shumë rehabilitimit politik të Sali Berishës, dimensionit të marrëdhënieve amerikane të Partisë Demokratike, ju gëzua faktit që një njeri i afërt i presidentit u gjit në tribunë me Berishën, deklaroi që kishin kohë pas gjuar një amerikan që të shante qeverinë dhe ta akuzonte atë si qeveri narkoshtetit e tjerë. Dhe u përfshin një lloj deliri, duke menduar që kjo do të mjaftojë që t'i bind njerëzit që ta mbështesin dhe ta votojnë të qeveri. Por rehabilitimi politik në raport me Shtetet e Bashkuara, deri edhe tek gjysmëheqja apo deklarimi i rënjes së non-gratës vetëm 2 ditë para zgjedhjeve, nuk patën asnjë lloj impakti. Kjo për mendimin tim, sepse Partia Demokratike bëri një fushat shumë të paqët. Nuk po më këtu idenë që duhet të rëmbente hujt dhe të dilte në por ka qenë është pak maftofe gomarin, maddo që gomarin kjo. Deri para 3 muajsh PD akuzoi si parti shumë agresive. Por çfarë duhet të them me këtë? Kur po them agresive, kanë atëherë demokracia ka një term tjetër, fushat pozitiviste dhe fushat negativiste. Nëse Rama nuk bëri asnjë nga këto dyja, bëri thjesht një fushat erotiniste. U mor me një program, pra për mua programi i Partisë Demokratike i këtyre zgjedhjeve ishte programi më i mirë që ka patur një parti politike në zgjedhjet në Shqipëri.
pensioni, paga, çmimi i naftës, gjëra konkrete, por shqiptarët të mësuar me një lloj nervi, nuk kemi Shqipëria nuk është Amerikë, nuk është as Angli, nuk është as Gjermani. Ne jemi mësuar që ti kemi çik ato tonat e akuzës, të ndjemat e nervin e fushatës, dhe unë kam thënë që në këtë fushat Partia Demokratike kishte gjithçka, po i mungonte Berisha. I mungonte Berisha që njerëzit janë mësuar që ti energjizoj gjatë fushatës. Dhe mbi të gjitha, adresimi vetëm i problemeve ekonomike, duke lënë më një anë atë fushatën negativiste që thash unë që qeveria mund të atakohej fare mirë në dimensionin e saj korruptiv, në dimensionin e saj në raport me SPAK-un, me drejtësinë, njerëzit e arrestuar. Pra këto nuk u shndrruan në flamën elektoral. Por në vend të tyre Partia Demokratike tundi fort atë letrën me premtimin për rritjen e pensioneve. Por harroi që targeti i pensionistëve është një target që përgjithsisht voton Partinë Socialiste, sepse ata janë baza e kësaj partie trashëguar si pasardhës e Partisë Punës. Dhe jo pensionin të rritësh atyre, por edhe 5 vite jetë shtesë tu japësh, sërish ata votojnë atje ku kanë mendjen dhe zemrën pra tek partia e tyre. Kështu që u adresuan besoj gabimisë dhe targetet e shoqërisë, sepse Partia Socialiste hambajnë e votave ka pikërisht tek pensionistët, tek administrata herë 3 dhe mbyllet përgjithsisht llogaria e votave. Por mendoj që kishte edhe një faktor tjetër, të cilën Partia Demokratike nuk kishte zgjidhje. Ishte leadershipi politik. Shumë kush nuk bie dakord në këtë, por unë mendoj që vetë Berisha, ai që është edhe njeriu që mbante në këmbë Partinë Demokratike, në një farë mënyrë është edhe barriera që Partia Demokratike të shkonte në pushtet. Unë kam mbrojtur idenë që pa Berishën s'do kishte PD, por me Berishën PD-ja nuk shkonte dot në pushtet, sepse shqiptarët na kanë edhe vendet popujt e tjerë, por ne kemi shumë të theksuar, nuk votojmë program. Asnjëherë ofertat ekonomike nuk kanë nxjerrë. Këtë analizë do duhet ta bëjmë nëse do të kemi një panoramë të qartë të votave të pandikuara. Nëse kemi vota të ndikuara nga patronazhimi, nga manipulimi, nga blerja, nuk bëjmë dot asnjë analizë të tillë për liderin, se i bie që në këtë frym njerëzit në masë kanë votuar me dëshirë të plotë Edi Ramën dhe kanë përshtypjen edhe ju edhe unë e kemi një pamundësi logjike dhe fizike për ta pranuar si të mirëqenë një gjë të tillë. Prandaj po them që në historikun ton ka qenë lideri politik ai që ka shërbyer si etalon apo si udhërrufyes për votuesin. Madje gjatë fushatës askush nuk thoshte kush ka programin, ai nuk diskutoi. Pyetja ishte do votojmë Ramën apo Berishën. Dhe besoj që në këtë drejtim Berisha ka patur një lloj kontestimi në mesin e votuesve. Duke bërë një farë mënyrë, pra thash, si njeriu që e ngriti dhe e mbajti Partinë Demokratike në këmbë, edhe njeriu që në një farë mënyrë mund të bërë pengesë që ajo të dalë përtej mbështetësve të Partisë Demokratike dhe një rrethi disi më të gjerë, por pa mundur të shkojë dot tek ai elektorati i gri. Pastaj ka një target